Dy vëllezër së bashku me babajnë e tyre i zum prit një të riu në fshatin Malkolaj të Velipojës duke qelluar me armëzjarrin në drejtim të furgonit me cilin ai po udhtonte. Fatmirësisht shënjestra e sulmit ka arritur të shpëtojë pa u dëmtuar, ndërsa policia e cila mbërriti në vend ngjarje nisi me njëherë hetimet. Autorët u identifikuan si shtelasit Kanto Vushmaçi së bashku me djemt Edmond Vushmaçi dhe djalin tjetër akoma të pa identifikuar. Këto shtetas sipas hetimeve paraprake të policisë kanë zëmprit prangurore së Malkolajt dhe pas ju afruan mjetit me cilin po lëvizte shtetasi KN, qëlluan disa herë në drejtim të tij me breshëri automatiku. Dalja në kohë nga mjeti, favorizuar edhe nga errësira, shpëtoi shënjestrën e këtij sulmi që arriti të fshihej në zonë, ndërsa autorët u larguan me shpejtësi në drejtim të zonës pyllëzuar. Forcat e policisë, pasi bën rrethimin e zonës, morën në pyetje shtetasin KN rreth motiveve që mund të kenë sjellë ngjarjen në fjalë. Dyshohet se konflikti për një femër mund të jetë shkak i ngjarjes së rëndë, megjithëse hetimet nga policia vijojnë edhe për të tjera pista. Uniformat blu shpallën në kërkim Kanto Vushmaçin, babajnë dhe Edmond Vushmaçin së bashku me vëllain tjetër me akuzën për tentativë vrasje. Efektivet e policisë kanë ngritur pika kontrolli si dhe po bëhet kreja e zonës me qëllim arrestimin e autorëve.